Më kontakton dje një emigrant nga Amerika i cili kishte një apartament në zonën Alidemi dhe donte një vlerësim tregu. Pra sa kishte vlerën kjo pronë nëse ai e shiste. Pasi i mora të dhënat e apartamentit zotërisë, apartament 2+1 vendodhje e imobiluar e kështu me radhë, pyeta ke marrë ndonjë ofertë më përpara? Më tha kam një qeraxhi të shtëpia i cili më ka ofruar çmimin 130.000 euro. Pasi bëra analizën time i thash 130.000 euro është çmimi i mirë, kështu që ti nuk ke nevojë të kërkosh më tej, mund t'ia shesësh zotërisë për këtë çmim. Ai e vlerësoi faktin që unë nuk e shtyva si zakonisht i shtyn agjendet imobiliar pronarët i thonë ma jep mua për shitje se ta shes kaq e aq sepse ishte realisht çmim tregu për atë pronë. Më pas zotëria më kontaktoi dhe më tha, nëse unë mbaroj punë me qeraxhiun, pra e blej ai pronën, a mund të më ndjekësh ti procesin e shitjes? I thash po, ta ndjekim ne procesin e shitjes që ti të vish vetëm një herë në Tiranë për të firmosur dhe për të marrë lekët tua sepse nga Amerika me ardhmë me avion 2-3 herë është shumë e kushtueshme. Tani kjo histori ka dy mesazhe. E para, nëse ti si emigrant po mendon shitjen e apartamentit dhe do një këshillim me një agent me përvojë, me një zyrë që ka shitur shumë prona dhe pak a shumë e di se sa është vlera e tregut pronës tënde, je i ftuar të na kontaktosh numrin e telefonit dhe ne do t'japim një vlerësim realist dhe falas për pronën tënde në Tiranë. Më pas, nëse ti ke gjetur një blerës, nuk ke kohë të vish të merresh me procesin e shitjes, bie fjala jeton në Amerikë apo qoftë në Europë, por je i zënë me punë, ne të bëjmë procesin e shitjes dhe ti vjen siç e thash më herët, si zotëri vetëm një herë për të firmosur dhe për të marrë lekët tua. Kështu që nëse do një vlerësim falas për pronën, kontakto më njëherë në numrin e telefonit, më pas nëse të duhet procesi i shitjes ta kryejmë ne. Presim telefonatën tënde.